Kuvendi synon të forcojë mekanizmat e mbikëqyrjes së shpenzimit të parave publike, ndërkaq kryeparlamentari Afrim Gashi gjatë ngjarjes forcimi i mbikëqyrjes parlamentare përmes bashkëpunimit ndërmjet Kuvendit dhe entit shtetëror të revizionit paralajmëroi edhe hapa konkret në këtë drejtim. Gashi tha se në periudhën e ardhshme do t'i avancojnë kapacitetet parlamentare për interpretimin e raporteve të revizionit. Kuvendi është e vendosur që raportet e revizionit i trajtojë me rëndësi të lartë dhe ato të shndrojnë në debat, vendimarrje dhe korrigjim institucional. Ky është një rikujtim për deputetët dhe shërbimet që raportet e revizionit nuk mjafton vetëm me lexim, por duan edhe reflektim, sepse ju e dini, është një rregull i pashkruar i auditorëve që thotë çfarë nuk është dokumentuar, nuk është bërë. Ndërkaq ambasadori i OSBE-s në Shkup, Kilian Vall, theksoi se sipas vlerësimeve të organizatave ndërkombëtare, funksionimi i demokracisë varet nga aftësia e parlamenteve për të shqyrtuar në mënyrë efektive gjetjet e institucioneve mbikëqyrëse dhe për të zbatuar rekomandimet e tyre. Angazhimi i vazhdueshëm me gjetjet e revizionit është me rëndësi thelbësore për menaxhimin transparent të burimeve publike dhe është në interesin më të mirë të qytetarëve. Sipas kryerevizorit shtetëror Maksim Acevski, raportet e revizionit janë baza profesionale për mbikëqyrjen parlamentare dhe për kontrollin demokratik mbi shpenzimet e fondeve publike, ndërsa ndjekja e zbatimit të rekomandimeve është një element kyç për mbylljen e ciklit të llogaridhënies. Qytetarët kanë të drejtë të jenë të sigurtë se çdo denar shfrytëzohet në mënyrë më të mirë të mundshme. Enti shtetëror i revizionit ka përgjegjësinë të sigurojë që fondet publike të përdoren në përputhje me ligjet dhe principet më të mira të menaxhimit financiar. Kujtojmë se enti shtetëror i revizionit është institucioni suprem i pavarur në Maqedoninë e Veriut që kontrollon shpenzimin e paras publike. Ai revidon përdorimin e fondeve nga institucionet shtetërore, transparencën dhe objektivitetin e raporteve financiare, duke informuar opinionin për gjetjet.